Një ditë më parë, Komisioni Evropian i vendosi një gjo prej 200 milionë euro shitësit kineze online Temu për mosveprim në ndalimin e shitjes së produkteve të paligjshme. Penalizimet e mëtejshme mund të pasojnë në muajt në vijim si rezultati një hetimi gati 2 vjeçar, sipas aktit të shërbimeve digjitale, e cila kërkon që kompanitë të mëdha online të bëjnë më shumë për të trajtuar përmbajtjen e paligjshme dhe të dëmshme në platformat e tyre. Rregulatorët e Bashkimit Evropian hetuan Temu pas ankesave nga Organizata Pan-Europiane e Konsumatorëve BEUC dhe 17 antarëve të saj kombëtar. Komisioni Evropian tha se kompania dështoi të identifikonte, analizonte dhe vlerësonte rreziqet sistemike të produkteve të paligjshme të shitura në platformat e saj dhe dëmin që rezultoi për konsumatorët në Bashkimin Evropian. Ajo kritikoi Temu për mosvlerësimin e duhur të mënyrës se si sistemet e saj të rekomandimit dhe programet e promovimit të produkteve nga ndikuesit e lidhur mund të amplifikonin rreziqet e shitjes së produkteve të paligjshme. Ndërkohë ka reaguar dhe kompania kineze. Temu respekton objektivat e aktit të shërbimeve digjitale dhe nevojën për rregulla të qarta dhe të qëndrueshme në të gjithë ekonominë digjitale. Megjithatë, ne nuk pajtohemi me vendimin e Komisionit Evropian dhe konsiderojmë gjobën si jo proporcionale, tha Temu në një deklaratë. Sipas platformës kineze, vendimi lidhet me vlerësimin në vitin 2024 dhe nuk pasqyron gjendjen aktuale të sistemeve. Temu angazhua në mënyrë konstruktive me Komisionin gjatë gjithë procesit dhe që atëherë kanë ndërmarrë hapa të mëtejshëm për të forcuar vlerësimin e rrezikut, qeverisjen e platformës dhe mbrojtjen e përdoruesve, shtoi Temu, e cila tha gjithashtu se do të vazhdonte të angazhohej me rregulatorët dhe se po shqyrtonte të gjitha opsionet e saj për këtë çështje. Komisioni dha Temu afat deri më 28 gusht për të paraqitur një plan veprimi që rregulatorët do ta vlerësojnë nëse kompania ka bërë mjaftueshëm për të përputhur me aktin digjital që duhet të dorëzohet brenda 2 muajsh. Kompanitë përballen me gjoba deri në 6% të xhiros së tyre vjetore për shkelje të aktit digjital. Gjoba ndaj Temu është e dyta pasi rrjeti social X, Elon Musk u gjobit me 120 milionë euro dhjetorin e kaluar.